Ministri i ri i drejtësisë Jeton Shasivari ka marrë një kërkesë të vjetër por të ripërtrirë nga studentët shqiptar për mundësinë e dhënies së provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Mevlan Ademi, një nga nismëtarët e protestave studentore për zhvillimin e provimit të jurisprudencës edhe në gjuhën shqipe, njoftoi se pas më shumë se 2 vite shpritje së bashku me kryetarin e Parlamentit Studentor të Universitetit të Evropës Juglindore, Besjan Rexhepi, kanë dorëzuar sërish një kërkesë zyrtare në institucionet kompetente. Në kërkesën e re, përveç provimit të jurisprudencës, kërkohet që edhe provimet për noter, për mbarues dhe të gjitha provimet e tjera shtetërore të mund të zhvillohen në gjuhën shqipe. Sipas tyre, aktualisht këto provime organizohen vetëm në gjuhën maqedonase, në kundërshtim me ligjin për përdorimin e gjuhëve. Nga fotografia që ai publikoi në Facebook, mund të shihet se kërkesa tashmë është dorëzuar në Ministrinë e Drejtësisë. Studentët shqiptar nuk duhet të diskriminohen, ata duhet të kenë mundësi të barabarta për të arsimuar, certifikuar dhe për të ushtruar profesionin e tyre në vendin e vet. Institucionet kanë detyrim të zbatojnë ligjin, të jenë në shërbim të qytetarëve dhe të respektojnë gjuhën e popullit që ndërton këtë shtet. Gjuha shqipe nuk është privilegj, ajo është një e drejtë e garantuar me ligj dhe një realitet i padiskutueshëm i këtij shteti, ka shkruar Ademi. Ndryshe, gjatë një deklarate ekskluzive për televizionin Koha, në kohën kur u nominua nga Blen, Ministri i Drejtësisë, profesori universitar Jeton Shasivari, premtoi vazhdimin e reformave që afrojnë vendin me standardet evropiane, sundimin e ligjit, luftimin e korrupsionit dhe mbi të gjitha transparencë dhe llogaridhanie. Sipas profesorit Jeton Shasivari, Ministria e Drejtësisë duhet të jetë urrëlidhëse midis qeverisë, qytetarëve dhe institucioneve. Vendi ynë ka disa aspekte sa i përket reformave dhe do jap përkushtim edhe angazhim profesional me integritet edhe me një profesionizëm që të arrijmë atje ku duhet, sidomos në plotësimin e standardeve evropiane sa i përket sektorit të drejtësisë. Nga ana tjetër, si profesor universitar, çdo herë kam menduar që ajo që njihet si shkencë juridike duhet edhe të zbërthehet në praktik. Tani, si ministër i jashtëm, gjithë potencialin tim akademik dhe profesional do ta vej në shërbim të zgjidhjeve praktike për probleme të shumta që ekzistojnë domethënë në sferën e drejtësisë. Kujtojmë se para 3 muajsh partnerët e koalicionit qeverisës, kryeministri Hristijan Mickoski dhe bashkëkryetarët e Vlen, Izet Mexhiti dhe Bilal Kasami, pas një takimi njoftuan se kishin arritur marrëveshje që studentët shqiptar ta japin provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe dhe se propozimi ishte dërguar për shqyrtim në Komisionin e Venecias.